Territori shqiptar për datën 7 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme që do të sjellin mod kryesisht të vranët në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të paraqitet me vranësira të dendura në veri dhe qendër, ndërsa pasditja pritet të sjellë kthjellime të pakta në zonat jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell kryesisht në jug dhe juglindje. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndim me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 7 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 7 dhjetor do të jetë në orën 6:46 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 14 gradë Celsius. Berat 10 deri në 15 gradë Celsius. Korç 4 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë 12 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 16 gradë Celsius.